Shumë shpejt në Tiranë do votohet për kryetarin e ri të bashkisë. Siç e dini, Erion Veliaj, ish numri 2 i Edi Ramës, është në burg sepse në hetim për korrupsion. Ky fakt do mjaftonte që PS-ja mos kishte asnjë mundësi për të rifituar zgjedhjet në Bashkinë e Tiranës. Por fatkeqësisht jetojmë në një demokraci të kapur dhe është pothuajse e sigurt që Edi Rama do zëvendësoj Veliajin me një tjetër shërbëtor të tij. Por ka një zgjidhje. Nëse gjithë opozita mbështet një kandidat jo partijak, dhe mundësisht jo politik, që nuk përfaqëson vetëm partitë opozitare apo kryetarët e partive opozitare, por përfaqëson votuesit opozitar që nduan ndryshimin, jo vetëm të iki njëri dhe të vi një tjetër i ngjashëm, atëherë në këtë rast opozita do kishte shumë mundësi për fituar Bashkinë e Tiranës. Tani kjo nuk është një ftesë për koalicione, por është e vetmja zgjidhje për të çliruar Bashkinë e Tiranës nga korrupsioni i Edi Ramës, i cili tashmë është dhe i faktuar nga SPAK-u. Dhe për të zgjedhur një kryetar bashkie të ndershëm që të punojë për qytetarët dhe jo për Edi Ramën.